Tash ti prindrit mund me thonë po mirë, qysh me dallu na. Çfarë sinjale jep? Cilat janë sinjalet ashtu pra. Të marrim parasysh diçka shumë e vlerë në mënyrë që të dim kur me u adresu dhe si me e kur është shqetësimi që duhet me u marrë seriozisht depresioni nuk ndodh brenda një jave. Ajo është një gjendje psikologjike, një çrregullim me të drejtë i referomi, i cili jep shenja të para, po zakonisht na dështojnë për me i identifiku ato sakt. Fëmijët papritmas fillojnë dhe humbin interesin për socializim. Edhe vrejmë që fëmiu po rrinë më i tërhequn, po rrinë më tepër vetëm, po është më interesuar për rrjetet sociale se sa për socializimin drejt për drejt, domethënë po kalojmë në anën virtuale, dhe më pastaj prindërit mujnë me raportu që ciklet e gjumit të fëmijët kanë ndryshuar, tashmë nuk po flen. Ose më radh herë raportohet që po flen non-stop. Do thotë kemi elementet të hipersomnis ku gjumi është i shtuar, po që do thotë prindët thotë po sa është gjumi i shtuar. Kur kem 10 orë e më tepër, këto janë indikacione që duhet të i rishikojmë, sepse neve na duhen 8 orë komode fëmijëve, veçanërisht për pas një jetë funksionale, adekuate emocionale. Tash çka ndodh? Më pastaj fillojnë somatizimet. Somatizimet do të fëmiu fillon dhe raporton për dhimbje koke dhe për dhimbje barku. Shpesh herë është dhimbje e shpatullave. A i përjetojnë? I përjetojnë. Ato janë ndjesi të vërteta, domethënë meshkujt djemt më shumë kanë raportime të dhimbjes së qafës dhe të shpinës, vajzat kanë më tepër dhimbje barku, dhe dhimbja kokës është karakteristike për çdo të dyat. Dhe zakonisht prindi e referon te mjeku thotë që s'ka kur gjë, e ka ngarkesa, shkojmë te shtëpia. Mirë po, kjo situatë nuk ndryshon. Tash çka ndodh? Papritmas, mas këtij cikli që mundet me zgjat rreth një muaj ditë, vjen një javë në të cilën fëmiu i humbi interesat për çdo gjë. Aty ka të bëjë me shkollën, ka të bëjë me mungesën e ndërveprimit me anëtarët e familjes, ka të bëjë me humor, disponim të ulur dhe absolutisht themi me një mënyrë apatik, jo emocionale. E çfarë do të më vepru? Tash kur kalon një javë dhe vrejmë që këto karakteristika po fillojnë të paraqiten, nëse nuk i kemi zonë periudhën e parë të shfaqjes së këtyre shenjave, atëherë është momenti që na duhet me referu te psikologu. Kur të bëhet vlerësimi, bëhet diagnostifikimi i vështirësisë, atëherë hartohet strategjia e intervenimit,